Unë mund të vazhdoj sërish të flas gjerësisht dhe hollësisht për veprën dhe punën e tij, ndoshta një natë gjatë dimrit do ta mbante sërish së bashku në këtë atmosferë. Por sonte nuk dua ta bëj këtë. Vetëm dua që si miq të mirë që ju konsideroj, t'ju tregoj se profesori ka në duar librin e radhës, i cili përndryshe qoftë nga titulli, qoftë nga përmbajtja, do t'jetë libër për të gjithë. Ndërkaq Akademisë së Lemne përveç autoriteteve komunale nderojnë edhe shumë mysafirë, zotërinj të nderuar dhe emra të dëshmuar pothuajse nga të gjitha komunat e Kosovës, gjithashtu dhe qyteteve nga Shqipëria. Pa dashur të veçoj askënd në veçanti, unë ju shpreh falënderime të gjithë juve që keni ardhur sonte mes nesh, aq më tepër kur në këto temperatura të larta të stinës është i vështirë udhëtimi dhe normalisht edhe qëndrimi në organizime të tilla publike. Faleminderit që keni ardhur. Në vazhdim e lejoni që para jush të ftoj me një fjalë rastit paraqitet akademik Pajazit Nushi, antar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, si dhe njëkohësisht njëri nga personat më të pandashëm në punën dhe aktivitetin e Akademisë Stavilecit.